siç del qartë, Edi Rama i ngërthyr tani, kokë e këmbë, nga mafja e tij. Lubi Balluku, Ergys Agasi, Olta Xhaçka, Taulant Balla e të tjerë, në një vendim in extremis, ka vendosur të zgjesoj, të blokoj zbatimin e ligjit dhe të vendimit të prokurorisë dhe gjykatave. Ai del haptas kundër heqjes së imuniteteve dhe arrestimit të kriminalëve, të kryetarëve të organizatave kriminale. Lubi Balluku është me të gjithë të dhënat e veta kryetare e një organizate të strukturuar kriminale. Por problemi në këtë rast është se kapo i kapove është Edi Rama. Është Edi Rama. Dhe ai e ka shumë të qartë. Ai është sklav në këtë rast i krimeve të veta. Ndaj dhe sot shpresë vetme, fjalë e vetme, është fjala e qytetarëve. Dhe unë i garantoj qytetarët, me besimin më të madh, se me revoltën e tyre, me revoltën e popullit opozitar, Edi Rama do t'ja mbath si që ja ka mbathur çdo diktator tjetër. I garantoj se dhe prapa diellit po të shkoj do t'a sjellim para gjykatës në Shqipëri. Pra, sot, për largimin e tij nuk kërkohet asgjë tjetër, përveç guximit, vendosmërisë dhe vullnetit të qytetarëve shqiptarë në një protestë të qëndrueshme deri në largimin e tij. Prova u bë. Revolta u dëshmue, por kjo duhet të jetë e qëndrueshme. Bulevardi duhet të jetë i qytetarëve, sheshi duhet të jetë i qytetarëve. Jo një ditë, 2, 3, po aq kohë sa duhet për ta larguar. Ndaj dhe ne do punojmë fort. Opozita do punoj fort për të bindë qytetarë të gatshëm për sakrifica në një revoltë paqësore për të larguar nga skena regjimin më të rryer, më armiqësor, pasenverhor që ata kanë patur në histori. Po flisja për imunitetet, por nuk është me pak e zezë përkundrazi, edhe me zezë është dosja e Akshit, ku në të vërtet kopshti privat i Edi Ramës ka patur si protagonist kryesor në hije Baxhanakun, peshkaqenin Armand Frangu. Dhe natyrisht patronazhisten e Akshit, Linda Rama, siç është faktuar me dokumenta. Armand Frangu, ky mafiozi denoncuar para jush dhe në parlament me dhjetra herë,
dhe që për fat të keq mediat e qeverisë ngurojnë t'ja përmendin emrin, pa çka se e din më mirë se unë, se Ermal Beqiri është Armand Frangu, se Geron Meça është Armand Frangu, se Daniel Shima është Armand Frangu. Po, atë nuk e përmendin. Mos harroni një gjë, duhet këtu të mbani parasysh. Akshi është agjensi që varet direkt nga kryeministri. Varet direkt nga kryeministri. Nga Edi Rama. Së dyti, duhet të rkthej këtu që njeriu më intim, përveç Bazhanakut, njeriu më intim, po të mbyllni hapni syt ju, i të gjithë zyrtarëve në Shqipëri, Isa, njeriu më intim, është Ergys Agasi. I faktur. Po. Ndaj dhe ky intim Agasi na rezulton në librat e shtetit me fitime prallore që nuk i ka njohur njerin historinë e njerëzimit. Fitime të cilat të i kalojnë brenda 5 muajve kapitalin fillestar 22 milion herë. Është futur në shtator, 15 shtator, me 1.000 euro dhe ka dalë në dhjetor me 234 milion euro. Intim Agasi. Ta quajmë këtë mafios në këtë mënyrë, për ta kuptuar njerëzit më mirë se çka ndodh. Pra, ky Intim Agasi ka vu aty 1.000 euro dhe ka dalë në dhjetor me 22 milion herë më shumë. A mund të kuptohet kjo? A mund të ndodhë kun në botë përveç se me Intim Agasin? Të gjitha këto para të vjedhura qytetarëve shqiptarë. Në kopshtin privat të Edi Ramës për Edi Ramën. Për Edi Ramën. Dhe mediat rrinë dhe merren Geron Meça, ky Ermal Beqiri, ajo tjetra, gruaja shoferit Ermal Beqiri që çoi Ervina Gjana që na shkoi drejtoreshe Kibër hetimit, e tjerë. Pra, a mundet një njeri të futet në shtator me 1.000 euro të regjistoj EA Solution. Se të gjitha këto të Armand Frangut janë Solution. ABC Solution. Fast Solution. Të gjitha e ka, se ky ka zgjidhjet, ky mafioz, që ka rëmbyer qindra milion euro shqiptarve. Me këto emra, me Ermal Beqirin, me Geron Meçën, duke legalizuar një proces ultramafioz në konkurencë
duke paraqitur fake oferta, vetëm për t'i qunë në ankime, për t'a anulluar nëse ndonjëri kishte sjell një ofertë më të përshtatshme. Ja u tha